të Bashkuara të Amerikës. Si ka mundësi që Partia Demokratike arriti deri këtu sa të bënte një piruet të çuditshme? Nga teoria sovraniste, që ne pyesim voton populli shqiptar dhe në sharje për ambasadorin Yuri Kim guvernatorja, fakt zot Berisha ka përdorur për dy dyja zonja, edhe për Marizalinon. Guvernatorja ka thënë për Marizalinon dhe për Yuri Kim në theshtatën. Madje është djegur dhe flamuri amerikan te Selie PD-s, besoj duhet ke qenë aty. Dhe tani Amerika shpëtimtari etj etj. Tani këto pirueta, sepse un kam bërë studime këtë dhe un e njoh dhe atë tipologjinë jo vetëm të shqiptarëve në raport me Amerikën, po edhe të shtetit amerikan. Tani çfarë ka ndodhur aty? Ore, ka ndonjëherë aty që i shkundet ore? Si mund të shahet Amerika? Amerika dhe mund të shahet, po njëri më qëndrimi konsistente. Të shahet edhe koherente. Po ka dhe gjëra për të shahet. Kritika. Shiko, Amerika nuk është diçka e zbritur prej qiellit, por për ne shqiptarët, amerikanët janë se unë kam të qartë dhe besoj që biem dakord bashkë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendi i cili ka garantuar dhe na garanton ende në pavarësinë. Po sidomos në vitet 1918-1920 të konferencës e Parisit, ato 14 pikat e Wilsonit, pa ato 14 pika ne nuk do ekzistonin. Pra, ju dini shumë mirë, George Clemenceau, Lloyd George dhe kryeministri italian e kishin rënë dakord që Greqia do merret pjesën e vet, Serbia pjesën e vet, Italia pjesën e vet dhe këtu s'do kishte Shqipëri. Ose do kishte Shqipëri. Toni Venizelos. Ose do kishte Shqipëri të vogël nga Durrësi në Tiranë, në Lushnjë, në Besak. Një Monaco aty. Pra është SBA-ja vendi që ka bërë gjë. Veç sa SBA-ja është vendi që ka bërë parasinë e Kosovës. Apo jo. Është vendi që na futur NATO. Ne jemi se desh na tha. Kjo nuk diskutohet fare, edhe ne do të jemi mirënjohës për jetë atij vendi, sepse ekzistojmë për shkak të atyre. Po kur them që ata nuk ka asnjë që ka gjëra që mund të kritikojnë, ata mund të kritikojnë, për shembull, ajo që ndodh në Gaza, po themi katash për shembull. Tani të kritikojnë, por Partia Demokratike e Shqipërisë, apo Partia Demokratike e Shqipërisë. Ashtu, Partia Demokratike e Shqipërisë ka këtë problem dramatik. Që i mban qëndrimet në funksion të interesit personal të elitës së saj politike. Po, interesi i elitës, ai që është sot, nuk është nesër. Atëherë në varësi të interesit, në shoh dhe qëndrimi edhe që partia është inkoherente dhe është inkonsistente. Inkoherenca dhe inkonsistenca me përkufizim janë dëshmi e problemeve morale që ka një organizim i caktuar politik, ose edhe një individ. Pra, kështu që Partia Demokratike bëhet sovraniste, bëhet antisovraniste. Partia Demokratike bëhet liberale, kjo është problemi kryesor. Partia Demokratike pranë thonë nuk është e djathtë. Partia Demokratike kur i duhet është liberale, kur i duhet është konservatore, kur i duhet është socialdemokrate. Se bërin partitive të djathtë më burive. Nuk kam kapacitet, nuk jam i zoti për të bërë një parti. Nuk drejtoj të bëj. Sa modest je. Po jo nuk e bëj dot vërtet, s'ka lidhje. Njerëzit e mirë janë modest. Njerëzit modest janë të mirë. Është sigurt që nuk e bëj dot. Nuk drejtoj dot një parti politike. Po mirë mund të drejtosh vetë. Mund bëj kaq gjë si një pedagog i zakonisht shkenca politike. Dhe një pyetje brenda të marrëdhënieve SBA-s, ore, si ka mundsi ka 2 vjet Amerika nuk ka ambasador këtu. Dhe ajo deklarata e fundit e përfaqësuesve të Rikeri, Filip Riker, që ne nuk kemi të njëjtën interes për Ballkanin dhe për Evropën lindore. A je dakord me këtë që Amerika ka ulur interesin për Shqipërinë? Nuk them për Shqipërinë konkretisht, po sigurisht që jo, ne flasim për veten tonë. Po, duke rënë impenjimi amerikan për gjithë Europën edhe për ne ka rënë, kjo nuk mund diskutohet fare. Kjo mund që sot ne nuk jemi më ata që ishim deri dje për SBA-n. Edhe nuk është se e kanë me ne. Është qëndrimi i SBA-s. Se kanë me ne, je i sigurt? Padyshim jam i sigurt, jam shumë i sigurt. Pra, qeveria e re amerikane e ardhur në detyrë 20 janar të këtij viti ka një politikë ndërkombëtare komplet tjetër. Është një politikë domethënë antiglobaliste, le ta themi në një farë mënyrë, kundër organizimeve dhe organizatave ndërkombëtare siç kanë qenë deri dje. Kërkon që Europa të jetë më e fortë vetë, marrë më shumë masa vetë. Si më thonë, ka një... Kjo na bën mirë neve apo keq? Jo, nuk na bën mirë. Ne pakën si shqiptar, e kemi jetike praninë e madhe të SBA-s në Europë. Një SBA shumë e fuqishme në Europë, është i garancim më shumë. E them na bën mirë se s'na bën mirë. BE-ja puna tret çik si shumë, ëh? BE-ja mund ta rrisë si shumë, po kemi parasysh diçka. Keq fishtën? Po, edhe atë. Kemi parasysh të gjë që nëse SBA-ja nuk do jetë në Europë, është sigurt që Gjermania do armatoset. Edhe po armatos Gjermania, do kemi probleme, sepse Rusia mirë po keq do përplasëm Gjermaninë. E sigurt që nëse armatoset Gjermania, se lajmi dje ishte për fortifikimet e... Ju jeni një njeri që e njihni mirë historinë. Që pas vitit 1870, kur u bashkua Gjermania në mbretërimin e Prusisë dhe Hohenzollernëve, në Europë u shfaq një problem që nuk ishte ekzistuar ndonjëherë, problemi gjerman. Sepse balanca fuqisë që ruhej dikur nga Anglia, Franca, Prusia, Hungaria dhe Rusia u prish, sepse Gjermania dominoi kontinentin.
Edhe bota e asaj kohë u ndan në dy bloqe, Aleanca trepalçe, pra Franca, Angli, Itali, edhe Austro-Hungaria me Gjermaninë, edhe Rusia në bllokun e Anglisë e Francës. Edhe zhballancimi evropian përdoi luftën e parë botërore. Mbaroi, u zhballancu përsëri me ardhin e Hitlerit, me armatimin. Lufta e parë botërore. Pra një zhballancim me Gjermani të armatosur është e rrezikshme për ne, sepse çfarë ndodh? Rusia, nëse SBA largohet nga Europa, Rusia do hyjë edhe më shumë Ballkan. Rusia ka qenë në Ballkan shumë e fuqishme, ne e dimë, në vitet e posot Kongresit Berlinit, Traktatit Shënsefanit, ajo i ka bërë gjëmat në Ballkan. Rusia ka ndaj ne shqiptarëve. Serbia ka bërë mirë. Si e thonë që Lenini na shpëtoi ne, bëri publik traktatin? Atë budalliqet tash. Jo, duhet të shpjeguar kjo se ka ngelur në histori. E hapi këtë mëbet, domethënë. Lenini denoncoi atë UQQ Traktatin e Fshetit Londrës në vitin 1915. Por para një nuk i denoncoi Lenini, po ishte gazeta ajo një herë që doli. Po këta e identifikojnë me Leninin si zëri popullit me Meroxh. Duhet me mbrojtë atë gjë. Lenini në brenda pikpamjes së vet komuniste bolshevike, duke qenë se ishte fliste kundër imperializmit botëror, apo jo, kundër pushtimit vendeve, nxori parimin e vetvendosjes. Jo është parimi i drejtë, po fakti që ka drejtë për këtë parim. Wilsoni atë vetvendosjes? Ashtu. Pra, ky është parimi i drejtë. Jo, dhe kjo nuk e bën Lenini burr të mirë, apo jo. Asnjëri që punon brenda shqiptarët. Është një parim që ai e ndoqi brenda një filozofie të caktuar, e cila ka 135.000 gjona të këqija. Po nuk e zbatoi pas. Po sigurisht nuk e zbatoi sepse ka një gjë tash. Se Wilsoni e zbatoi. Nuk duhet me hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare gjëra gjatë, i bie të bëjmë mision tjetër bashkë nga e para. Lenini në fillim mendoi që do ndërtojë një botë të re ruse, komuniste të gjithë botës. Pastaj bëri 2 traktate, që janë traktatet e Rapalos. Pra u fut në koalicion me Gjermaninë, pra u hyrin botë, pra bëri dhaj dallaverën e vet pastaj. Sa ato parimet e veta, sepse ka një gjë. Ndryshe nga çton, kështu pak ne kam mësuar, ose kështu thon politologët që unë lexoj. Komunistët, ndryshe nga çton, që janë spartanët, ndershë drejt, janë shumë të korruptuar. Këtë ka treguar historia e njerëzimit. Pavarësisht që pretendojnë spartanizëm, puritanizëm, drejtësi, ndershmëri, në fakt janë shumë korruptuar. E kundër është vërtet. Edhe Lenini, padyshim që unë nuk them të korruptuar në kuptimin material të fjalës, e vëllai tjetër, por në kuptimin politik fjalës. Tani, zhvillimet në Amerikë nuk do lëm pa e përmendur, janë gati të çuditshme. Nuk ngjan Trumpi me asnjë president paraardhës. Po unë i kam lexuar, pothuajse të gjithë presidentët, por nuk më del një si Trump, domethënë nuk ka një doktrinë Trump. Dhe ajo që ishte dukesh normale për para pak muajsh, tani është kthyer në anormale. Protestat që kanë nisur në Kaliforni, madje sot memja më e bukur ishte Kalifornia e viteve 60-70, ata me ato makinat edhe buzë oqeanit atje, dhe kjo që me gur makinat e policisë. Tani, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është marrëdhënia e Donald Trump me Elon Musk. Ore, unë nuk e kuptoja fillim ç'lidhje kishte Elon Musk me presidentin e Amerikës, 1 miliarder me presidentin. Tani ata janë bërë, dhe po lexoj vetëm fjalën e fundit që ka thënë Trumpi për Elon Musk, që has lost his mind. Ka i nga mendja. Nga mendorja, si që është ajo meme, ajo video virale. E para, Elon Musk nuk është thjesht një miliarder. Do të kuptojmë këtë gjë që ai është një njeri i një fushë biznesi që nuk është eksaktësisht biznes. Pra teknologjia e informacionit, ai pretendon që ka në kokë idera që mund të materializohen për të ndryshuar gjithë planetin. Pra nuk është thjesht një miliarder që kërkon të forcojë biznesin e vet. Pra ku dimë si ka të ndikojë në rrugë. Ai pretendon që kemi pas 10 vitesh 50 milion robot, pastaj kemi robot që do mund të lindin, që mund të ku diun besin shtatë zën, pra të përdorësojë planetin. Pra ka një kokë një ideologji që mund të jetë posthumaniste, pra flet për një periudhë kur njeriu nuk do jetë më njeri. Pra këtë gjë ka në kokë e para. A realizohen ato, ajo nuk jam ekspert se fusha nuk e dalloj dot, po ai me këto lloj gjërash ecën, është njëri me guxim gjigant, me gjeneritet. Jo si afroi Trumpi. Trumpi afroi se kishte nevojë. Por edhe ky afroi se edhe ky kishte nevojë. Ata kanë nevojë për njëri tjetrin. Ai e di që projekti i atij, ato gjërat që kanë kokë, nuk mund të ecin para pa përkrahjen e qeverisë. Ndërkohë Trumpi di që nuk mund të fiton do të zgjedhë në një farë mënyrë, ose i duaj mbështetje. I duaj edhe ky për këto punë të zgjedhë. Po tani ndodhi konflikti sepse unë mendoj që konflikti do zgjidhet. Ata prap do afrohen gradualisht. Kështu mendon? Do afrohen? Po, sepse ende kanë nevojë për njëri tjetrin shumë. E ke për ta parë.
Ai thotë ti je çmendur dhe ti ke ikën mendja. Nuk e kanë problem fare, do të rregjë fjalët. Kjo është administracia kurse thatë juve komplet e pangjashme me gjithçka tjetër në historinë paktën 100 vjeçare çbas. Dikur mund të ketë qenë vetëm në kohën e Andrew Jacksonit, ka qenë prezant dikur në vitin 1820 para Lincolnit, 30 vite para Lincolnit, i cili ka qenë i ngjashëm me Trumpin. Nuk ka pasur Amerika më raste të tjera. As Andrew Jackson nuk model. Mund ta themi. Dhe kjo është gjë e pangjashme. Kemi një prezident amerikan i cili e ushtron pushtetin me mjetin themelor të vetin pa parashikueshmërinë. Ky bën veprim pa parashikueshme. Qenia njerëzore në dy, kushdo tjetër në botë, gëzojnë vetimin e parashikueshmërisë, ka pajisë Zoti me vetimin e parashikueshmërisë. Ti e di çfarë do bëj unë e di çfarë do bëni juve. Ne e dim çfarë do bëjnë tjerët. Gazetarët i keni në redaksi, njerëz në qytet dhe duke qenë se e dim, ndërtojmë sjelljen tonë. Kështu njerëzit martohen, bëjnë familje, shkojnë punë në radhë. Ose këta janë pa parashikueshëm. Edhe me anë të parashikueshmërisë ne ndërtojmë dhe shtet. Ndërtojmë shtet ligjor. Shteti ligjor varet nga parashikueshmëria. Ti e di çfarë do bëj polici, po nëse vjet rrugë. Po. Çfarë do bëj gjyqtari, po. Pra, ndërsa pa parashikueshmëria është bashkë e kundërta. Është mos respektimi i normave njerëzore, mos respektimi i shtetit. Dhe si do shkojë raporti Elon Musk? Mendoj që këta dy do gjejnë një gjuhë sepse prapa këtyre ka interesa shumë fuqishëm pushteti. Po duket sikur janë larg tani shumë. Janë ka filluar një zbutje e lehtë, Elon Musk i fshiu disa postime. Do hesh sepse thash deri ai ka nevojë për Donald Trump ka nevojë për atë. Kemi ardhur në fund të bisedës, me të vërtetë ishte e këndshme, sidomos disa gjëra ju i thatë për herë të parë dhe të falenderoj shumë për këto gjëra që thatë dhe për gjithë intervistën. Më detyrohet të them gjëra që nuk kisha mend kurrë në jetën time të thosha ndonjëherë. Jo, unë i çmoj dhe i vlerësoj shumë ato. Faleminderit juve. Ky ishte dekalogu për sot. Ju falenderoj shumë nga unë Lançafoku, mirupafshim.